Një moment shumë i ndjerë dhe i sinqert është regjistruar së fundmi brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ku Brikena ka vendosur të hapë zemrën dhe të flasë për ndjenjat e saj ndaj Mateos. Gjatë një bisede të gjatë me disa prej banorëve, ajo është shprehur se ka shumë qejf për Mateon, por ende nuk është e sigurt nëse ajo që ndjen për të është dashuri apo thjesht një pëlqim i fortë. Biseda nisi në një moment të qetë reflektimi, ku Brikena u duk më e hapur se zakonisht për të ndarë emocionet dhe mendimet e saj. Ajo pranoi se Mateo ka arritur të zërë një vend të rëndësishëm në jetën e saj brenda shtëpisë dhe se ndihet shumë mirë kur është pranë tij. Sipas saj, Mateo është një person që e bën të ndihet e qetë dhe e kuptuar. Ajo theksoi se e vlerëson shumë mënyrën si ai sillet me të, kujdesin që tregon dhe mbështetjen që i jep në situatat e vështira. Këto cilësi, sipas Brikenës, e kanë bërë që të afrohet gjithnjëherë më shumë me të. Megjithatë, ajo u shpreh se ende nuk është e sigurt për natyrën e ndjenjave të saj. Brikena tha se nuk e di nëse ajo që ndjen është dashuri e vërtet apo thjesht një afeksion i fortë që është krijuar për shkak të bashkëjetesës së vazhdueshme brenda shtëpisë. Ajo shpjegoi se ambienti i izoluar dhe emocionet intensive që përjetohen në një format si Big Brother mund të ndikojnë shumë në mënyrën se si njerëzit i perceptojnë ndjenjat e tyre. Sipas saj, ndonjëherë është e vështirë të kuptosh nëse emocionet janë të qëndrueshme apo thjesht të momentit. Gjatë bisedës, Brikena pranoi gjithashtu se ka frikë të marrë një vendim të nxituar. Ajo tha se nuk dëshiron të krijojë pritshmëri të rreme tek Mateo dhe preferon të jetë e sigurt për ndjenjat e saj përpara se të ndërmarrë një hap më të madh në marrëdhënien e tyre. Ajo shtoi se për të është shumë e rëndësishme sinqeriteti dhe qartësia në marrëdhënie, prandaj po përpiqet të kuptojë më mirë veten dhe emocionet e saj përpara se të shprehet përfundimisht. Banorët që dëgjuan rrëfimin e saj u dukën të interesuar dhe disa prej tyre e këshilluan që të ndjekë zemrën dhe të mos ketë frikë nga ndjenjat. Të tjerë i sugjeruan të marrë kohën e saj dhe të mos nxitohet, duke qenë se situatat brenda shtëpisë shpesh janë shumë intensive dhe të ndërlikuara. Brikena u shpreh se marrëdhënia me Mateon është shumë e rëndësishme për të dhe se nuk dëshiron të aprishë atë për shkak të pasigurive apo vendimeve të nxituara. Ajo tha se preferon që gjithçka të zhvillohet natyrshëm dhe me kohën të kuptojë më qartë se çfarë ndjen në të vërtetë. Ajo pranoi gjithashtu se ndonjëherë bëhet xheloze kur Mateo kalon shumë kohë me banorë të tjerë, gjë që sipas saj mund të jetë një shenjë se ndjenjat e saj janë më të forta se sa mendon. Megjithatë, ajo theksoi se ende ka nevojë për kohë për të kuptuar nëse kjo është dashuri apo thjesht një lidhje emocionale.